Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Allahun e falenderojmë, mbi pejgamberin ton Muhammedin salavatet më të përzgjedhura i dërgojmë. Të nderuar vëllezër dhe motra, jemi në muajin e Ramazanit. Në këtë muaj të madhërisëm, besimtari duhet vazhdimisht, sikur në jetën e tij të përditshme, t'ia kujton vetvetes se duhet me qëndru në mes të frikës për Allahut dhe në mes të shpresës në Allahun subhanahu wa ta'ala. Kjo është gjendja e besimtarit. Ai vazhdimisht është në mesin e duhur, as e tepron në frikë për Allahut, e as që e tepron në shpresë tek Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelaluhu. Prandaj sot do të flasim për atë se si flet Kur'ani dhe si flet i dërguari i Allahut për shpresën dhe për frikën për Allahut subhanahu wa ta'ala. Do të fillojmë me një ajet në të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala thot: Nebbi ibadi enni ana al-ghafurur rahim. Lajmëroj robërit e mi se unë jam ai që i fal mëkatet. Allahu është falës i mëkateve dhe Allahu është mëshiruesi. Po ashtu pastaj thot: dhe lajmëroj robërit e mi se dënimi im është dënimi i dhimbshëm. Duke i përshkruar besimtarët, Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelaluhu thot: Kanu yusari'una fil khairat. Ata shpejtonin në apo bënin gara në veprat e mira dhe e lutnin Allahu xhalla shanuhu raghaban wa rahaba, duke pas shpresë në mëshirën e Allahut dhe duke pas frikë për Allahu xhalla shanuhu, wa kanu lana khashi'in, dhe kishin frikë respekt për Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelaluhu. Thot pejgamberi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, mëkatet më të mëdha janë, fillimisht e ka përmend shirkun, që ti bashkojmë dikë Allahut në adhurim, ta llogarisim dikën të barabartë me krijuesin ton Allahun xhalla shanu wa xhalla xhelalu. Pastaj thot, mëkati i dytë për mëkate më të mëdha është el ya'su min rauhillah, që ta humbim shpresën në mëshirën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Po ashtu si mëkat të tretë, që është për mëkatet të mëdha, e ka thonë el-amnu min makrillah, ku njeriu e arrin bindjen se është i sigurt, se nuk do të sprovohet me dënimin e Allahut xhalla shanu wa xhalla xhelaluhu. Nëse i shikojmë dhe i analizojmë këtë ajet dhe këtë hadith të pejgamberit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, do të shohim se çfarë baraspesh të duhur ka vendosur krijuesi jon Allahu xhalla shanuhu dhe i dërguari i tij Muhammedi sallallahu alaihi wasallam mes shpresës në Allahun dhe mes frikës për Allahun subhanahu wa ta'ala. Dietarët e kanë përmend se frika për Allahut edhe shpresa në mëshirën e Allahu xhalla shanuhu për besimtarin janë sikur dy krahët e një zogut, i cili në rast kur i pamundsohet përdorimi i njërit prej dy krahëve që i ka, atëherë i bëhet e pamundshme dhe me fluturu, i bëhet e pamundshme që të ngritet dhe të lartësohet. Domethënë besimtari paralelisht me frikën për Allahut dhe me shpresën në mëshirën e Allahut subhanahu wa ta'ala i afrohet dhe ngjitet lart ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Do të fillojmë me realitetin e asaj që quhet el-khauf. Por para se me tregu disa prej fruteve që i ka frika për Allahut në aspektin praktik tek besimtari, dua vetëm në juve të përkujtoj me një hadith të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili në realitet është një lutje që e ka bëj dërguari jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kur ka thënë ragima anfu mri'in, me të vërtet ka dështuar dhe është humbës kush ai njeri të cilit Allahu xhalla shanu ja ka mundsu që ta arrin muajin e Ramazanit dhe nuk është bë muaji i Ramazanit shkak që t'i falen mëkate. Domethënë kjo është moment i cili duhet neve me na friksu, duhet tek ne me shkaktu një lloj të frikës e cila si pasqyrohet në jetën tonë, pasqyrohet duke i shtuar veprat e mira, duke mos e vonuar pendimin, duke u larguar prej mëkateve, duke kërku halallëk për ndonjë gabim apo ndonjë padrejtësi që e kemi bë. Në këtë mënyrë ajo frikë do të jetë frikë të cilën e do Allahu xhalla shanu. Allahu në Kur'an thot: "Khafuni in kuntum mu'minin", vetëm prej meje të keni frikë nëse jeni besimtar. Dhe të parët
të cilët e kanë dëshmuar se kanë frikë nga dënimi i Allahut dhe nga hidhrimi i Allahut janë melekët e Zotit, të cilët Allahu i përshkruan duke thënë frigohen nga Zoti i tyre i cili është mbi ta, është lartë mbi ta, edhe veprojnë ashtu si janë të urdhëruar. Do me thonë, çdo gjë që e bëjnë melekët e Zotit janë zbatim i urdhrave të Allahut subhanahu wa taala dhe vazhdimsi në shtimin e veprave të mira. Gjendja e tillë është edhe gjendja e të dërguarve të Allahut, të cilët Allahu subhanahu wa taala i përshkruan duke thënë ata të cilët i kumtojnë porositë e Allahut subhanahu wa taala dhe i friksohen vetëm atij, Allahut, dhe nuk friksohen prej askujt tjetër përveç prej Allahut subhanahu wa taala. Gjendja e këtij është edhe gjendja e dietarëve. Allahu në Kur'an thotë innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Do të thonë në njërin anë ne tek vetvetja jon duhet ta kultivojmë vazhdimisht frikën për Allahut subhanahu wa taala, sepse siç e tham në fillim, Allahu na lajmëron qartë se Allahu është falës, Allahu është i mëshirshëm, në të njëjtën kohë na lajmëron se Allahu e ka dënimin e dhimbshëm. Dhe kjo është gjendja e besimtarit. Në anën tjetër, asnjëherë besimtari nuk guxon që ta humbë shpresën në mëshirën e Allahut. Ata njerëz të cilët e humbin shpresën në mëshirën e Zotit, janë njerëz për të cilët Allahu në Kur'an thotë janë popull i humbur, popull i devijuar, ndërsa ata të cilët janë të sigurt nga dënimi i Zotit, Allahu i cilëson si njerëz që kanë humbur çdo gjë. Domethënë janë khasirin, janë popull i cili ka çuar në shkatrim çdo gjë që ka mundësi t'ju bën dobi atij. Pse? Sepse e kanë humbur, domethënë kanë qenë të sigurt, e kanë shpallur veten të sigurt nga dënimi i Allahut, ndërsa në anën tjetër ata që janë të humbur janë ata të cilët e kanë humbur shpresën, edhe kanë devijuar, e kanë humbur shpresën në mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Mëshira apo shpresa në mëshirën e Allahut subhanahu wa taala tek besimtari si shfaqet. Shfaqet me atë se njeriu e ka mendimin e mirë për Allahun subhanahu wa taala. Din se Allahu është el-Ghafur, falës. Në një ajet Allahu çfarë thotë? Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Me të vërtetë Allahu i fal të gjithë mëkatet. Dhe pastaj thotë në fillim të këtij ajetit, o ju të cilët e keni tepruar kundër vetvetes tuaj, me mëkate, me padrejtësi, mos e humbni shpresën në mëshirën e Allahut subhanahu wa taala, sepse Allahu i fal të gjithë mëkatet. Dhe pastaj thotë inna Allaha ghafurur rahim. Allahu është falës, edhe Allahu xhaleshanu është ai i cili është i mëshirshëm. Ai që ka mendim të mirë për Allahun subhanahu wa taala, thënë dietarët, men ahsana dhanna billahi ahsana amalahu. Ai i cili ka mendim të mirë dhe shpreson në mëshirën e Allahut, është i pari i cili kujdeset për veprën e tij. Kujdeset që të jetë vazhdimisht në rrugën e drejtë, në rrugën e adhurimeve dhe veprave të mira dhe largohet nga rruga e mëkateve dhe nga rruga e mosbindjes dhe Allahut subhanahu wa taala. Në këtë aspekt besimtari e shfaq se ka me të vërtet mendim të mirë për Allahun. Edhe shpresën që e ka tek Allahu nuk e ka shpresë e cila është shpresë boshe, por është shpresë e cila mbështetet tek veprat e tij, tek përkushtimi në rrugën e adhurimeve dhe në largimin prej mëkateve. Besimtari i cili ka mendim të mirë për Allahun subhanahu wa taala është shumë i përpikt në renditjen e veprave të dobishme. O shumë e rëndësi njerëzit sot në këtë ta quajmë hallakam, në këtë rrëmuj të gjërave me të cilët ballafaqon çdo ditë, ta dije se si ti rendite prioritetet që i ka në jetë. Çka është më e rëndësishme, çka është më e dobishme për mua në këtë botë, në botën tjetër? Ai që ka mendim të mirë e arrin të bën këtë renditje. E din se cila vepër në cilën kohë është më e përshtatshme dhe më e dobishme për ta. Prej cilësive të njeriut që e ka mendimin e mirë dhe shpreson tek Allahu subhanahu wa taala, është se ai vazhdimisht e lut Allahun që t'ia pranon veprat. Asgjë prej veprave që i bëjmë nuk na bën dobi nëse atë vepër nuk e pranon Allahu subhanahu wa taala. Në ditën e gjykimit ndoshta do të vinë njerëz me shumë vepra të mira, por nuk i kanë bërë për hir të Allahut, nuk i kanë bërë sinqerisht. Siç thot Aliu radiallahu anhu, mua nuk më brengos
apo nuk më lodh ta bëj një punë, sa më brengos, friga, a thua vallë Allahu do ta pranon, apo nuk do ta pranon veprën. Do brenga e tij kryesore e besimtarit është që vazhdimisht ta lut Allahun, të drejtohet me lutje që Allahu ta pranon atë vepër që e kemi. Dhe kjo është për mendimit të mirë. Nuk është mendimi mirë tek Allahu me thonë, ja, Allahu ka më mëshiruar, se unë jam njeri i mirë, kam zemrën e mirë. Në anën tjetër, as pak nuk e angazhuar as në vepra të mira, as që largu prej mëkateve, as që e ke lutur Allahu me ta pranu veprën e mirë, as që ki punu me zemrën tënde dhe me niyetin tënd, që me qenë niyeti i pastër vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala, dhe nëse kështu mendon se kam shpresë që Allahu ka mëshiruar, kjo është shpresë e rrënjshme, shpresë e cila do të na befason ditën e gjykimit kur t'i shohim se si veprat tona janë asgjësu, ose as pak s'kemi ardhur me vepra për të cilat shpresojmë që Allahu më na mëshiru. Po ashtu prej cilësive të njerëzve që kanë mendim të mirë për Allahun dhe shpresojnë tek Zoti i tyre është dorëzimi i plot vullnetit të Allahut subhanahu wa taala. Besimtari e din se ajo të cilën Allahu ja ka caktuar, e ka bërë pjesë të kaderit të tij, është më e mira dhe më e dobishme për ta. Dhe e din se Allahu asnjëherë nuk e sprovon robin e tij për të mundësive. Do me thonë, nëse Allahu neve në këtë muaj të bekuar, na ka urdhëruar që të agjerojmë, kjo do të thotë se ne e kemi këtë mundësi. Nëse e shohmi se si pejgamberi në këtë muaj e ka shtuar edhe sadakan, e ka shtuar leximin e Kuranit, e ka shtuar namazin e natës, dhe i ka shtuar ibadetin në përgjithësi. Kjo çfarë do të thotë? Kjo do të thotë se ne si njerëz i kemi këto aftësi, i kemi këto mundësi, prandaj duhet të mundohemi që ta plotësojmë këtë detyrë me të cilën na ka obliguar krijuesi jon Allahu subhanahu wa taala. Domethënë ne i kemi këtë mundësi dhe i kemi këto aftësi që t'i kryejmë këto ibadete. Dhe besimtari i cili shpreson dhe mbështetet tek Zoti i tij, tek Allahu subhanahu wa taala dhe ka shpresë në mëshirën e tij, është ai i cili plotësisht i dorëzohet Allahut xhalla shanuhu xhalla xhelalu. Ai që ka mendim të mirë për hir të Allahut subhanahu wa taala dhe shpreson tek Allahu subhanahu wa taala, është personi i cili nuk e vonon punën që ka mundësi me e bë sot për nesër. Sepse fjala saufe do ta bëj nesër, do ta bëj nesër, do ta bëj nesër, është armë, njëra prej armëve më të fuqishme që i ka shejtani në luftën kundër neve. Besimtari e jeton momentin në kapacitetin e plot. Çfarë do të thotë? E shfrytëzon çdo sekond, çdo minutë, çdo orë nga jeta e tij për ta mbushur librin e tij me vepra të mira. Domethënë nuk e le apo nuk ja lejon vetvetes me vonu një vepër. Kështu vepron besimtari me pendimin, se të gjithë njerëzit janë mëkatar. Dhe çdo kush është i vetëdijshëm se veprat që i bëjmë janë vepra të mangëta, që kanë mangësi. Si përmirëson këto mangësi? Duke kërkuar falje për Allah dhe duke u kthyer tek Allahu me pendim, dhe në këtë mënyrë ne i përmirësojmë edhe veprat tona, po ashtu edhe ja mundsojmë vetvetes që Allahu më na i fshi gabimet dhe mëkatet që i kemi bërë. Në këtë mënyrë besimtari e vazhdon jetën e tij, e vazhdon rrugtimin e tij drejt Allahut subhanahu wa taala, duke pas frikë prej dënimit të tij dhe duke pas shpresë të paluhatshme në mëshirën e Allahut subhanahu wa taala, dhe është sikur zogu me dy krahë që i fluturon drejt lartësive, dhe ashtu edhe besimtari ngjitet lart dhe i afrohet Zotit tij, krijuesit Allahut subhanahu wa taala. Allahu në lusë që të na bën prej besimtarëve, të cilët e kanë frikën e vërtet për Allahut, dhe të na bën prej besimtarëve, të cilët shpresojnë në mëshirën e Allahut me një shpresë të vërtet, të mbështetur në vepra të mira. Allahu në lusë që të na i pranon agjerimet dhe çdo ibadet që e bëjmë në këtë muaj të madhërisëm të Ramazanit, dhe na bëf prej atyre të cilët në ditën e Bajramit i marrin shpërblimet për Allahut subhanahu wa taala, sepse në një hadith të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dita e Bajramit quhet Yawmul Jawaiz, është dita e dhuratave, dita e shpërblimeve, në të cilën besimtarët do t'i marrin shpërblimet për këto adhurime që i kanë bërë në këtë muaj, por vazhdimisht duhet me qenë mes shpresës edhe mes frikës prej dënimit të Allahut. Allahun e lut që të na udhëzon. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum
wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.